Kjo është sugjuk special me ara dhe kjo është Osmani me ara. Kush e provon këtë një herë, gjithmonë ka marrë me lyp. Te na vinë klientat për këtë trojeve shqiptare që e kena. Kush don me marrë mish për zgar, kjo është specialiteti më i mirë. Shënjestër.net. Shqiptarët janë jo merakli, por shumë merakli të mishit janë. Zatën treza dhe sopra e shqiptarëve pa mish nuk shtrohet. Ymiri si kompani Penimi 1978-ës. Te na vinë klientat për këtë trojeve shqiptare që e kena. Pre Shqipnis, Macedonis, Malizi, pre Shqip, Bujanovs, Kamos, shka janë trojet shqiptare, edhe pre diasporës na vinë direkt e na vëjnë morin. Unë për skar i kësha preferu gjithë mishterisë shka vinë të mishtore dhe kanë që me artë mu pregatit për verë dhe për piknik, ju kësha preferu e me marë taragetin. Tarageti është një pjesë e mishit shka është me njërën e vetë dhe kur pjeket e ka një shije shumë të lezeqen. Kemi nga kjo lloj taragetit, jo të marinum, po kena edhe nga kjo pjesa e të marinum. Drejtën zgarë, s'ka nevojt të lodhet asë njëni, asë një klient që ka vjen e merë, s'ka nevojt të munohet për me marinue, e ka të gashe për me pjek. 100% e ki halal dhe shumë të mirë e ki. Çdo pjesë, çdo mish ka e merë të na e ki me garancion shumë kvalitet dhe shumë të mirë. Nga kjo pjesat për zgarë, për piknik, e kena edhe pjesën e qyfteve. Kemi qoftet, pleskavicat, qebapat. Kemi vishtet, Adana kebab djeks, Adana kebab pa djeks. Kemi qofte, pasha qofte. Kemi shish kebab, kemi pleskavisa mbushur me djatë. Pleskavisa mbushur me djatë djeks, kjo është ramstek. Është një ndër më e mira për tryezë, për zgarë dhe për sevdalit mishit. Kjo është mishit thot prej më të mirave. Kush e provon këtë një herë, gjithmonë ka marrë me lyp. Kjo është sugjuki me ara. Kemi me formë Osmanli dhe normal sugjuk me ara kena. Kjo tradita e Osmanli veç të ymiri ka, asë një mishtore në prizren nuk e banë. Si për shembull që kjo sugjuki, kjo pjesë e zorës, është prej Osmanlive. Kur ka nisë sugjukit spar herë të punohet, u ka bo me këtë zorë. Dhe është më e lehtë të kon atë kohë të pastrohet dhe të përpunohet dhe të konsumohet. Sugjuki kulen është veç të ymiri punohet dhe vetë ju e punim, na vetë. Procesi i kësaj mbi 40 ditë duhet të thahet në ftofje, të terret në ftofje. Është shumë i mirë. Kjo është kuleni. Jo dhe shqiptarët. Kush vjen lokalin ton, nuk del pa e konsumu këtë pjesën e sugjukit kulen. Është një ndër prej më të mirave që e bëjmë na. Sepse bëhet me mish të freskët, bëhet me mish shumë kvalitet dhe shumë kujdes ka. Kjo është sugjuki Osmanli që ka veç të ymiri punohet. Me të vërtet veç të ymiri punohet dhe ka aromë shije shumë të lezetshëm. Po një konsum, shka e me, një konsumator, vjen shpesh, veç e lip këtones. Ju e vrejtet pak ma herë shka, ma e këtone ko marë prej Mitrovicës me marë. E kemi mishterën, taraget, ramstek, kemi mishteret edhe byftek. Prej pastërmës, përshutës. Ate janë konsumat dhe prodhime shka i bëjmë veç na. Te na i gjënë çdo kur, çdo herë, sa vjen mishteria, klientët e na, e gjënë dhe e kena te na. E kemi prodhim ditore shka bëhet çdo herë. Nuk kemi munges pra nga jone. Therja bëhet më spari fillon prej thertorës te na. Therja bëhet me sistem halal. Përpunohet vjen te mishtoria jone këtu na, shka i shesim gjithat. Po çdo sen shka fillon te mishtoria, te thertoria, te ymiri. Tarageti është një ndër pjesa më e mire e pjesës lopës shka prejet dhe punohet dhe pjekët. Është më i butë, më i përpunum, më i lezetshëm. Kemi rollo. Ta përpunojmë pjesës më të butë të mishit viçit shka e punojmë. Kemi osobuko. Osobuko është një ndër mishit që ka përdoret në për tryeza, në për zgara, për tova, për senën shumë i lezetshëm është. Dhe kemi një lajm të mirë se së shpeti do vim në Prishtinë. Ne gjitemi në Prizren, rruga Zahir Pajaziti te semaforat, rrugës për në Ortakov. Shënjestër.net